Jo, edhe nëse je me dikë që ka patent shoferi, sërish nuk lejohet të ngasësh makinën në rrugë publike në shumicën e vendeve. Praktika e drejtimit të makinës lejohet vetëm në vende të miratuara për ushtrime, si pista e një autoshkolle ose gjatë mësimeve me një instruktor të kualifikuar. Nëse policia të kap duke drejtuar pa patent, mund të gjobitesh ose të përballesh me dënime më të rënda. Kjo varet nga ligjet e vendit ku jeton. Në disa vende mund të praktikosh me një patent provizore dhe një shoqërues me përvojë. Megjithatë, në shumicën e vendeve duhet të ndjekësh një autoshkollë për të përgatitur siç duhet për provimin praktik dhe për të mësuar rregullat e trafikut sipas standardeve të qeverisë. Zakonisht jo. Para se të japësh testin praktik, duhet të kalosh fillimisht testin teorik. Sipas rregullave të vendit tënd të disponueshmërisë së termineve për provime, zakonisht duhet të presësh disa ditë ose javë pas kalimit të testit teorik për të dhënë testin praktik. Kjo varet nga sistemi i përpunimit të dokumenteve në vendin tënd. Në disa vende patenta lëshohet menjëherë ose brenda disa ditësh pasi të kesh kaluar provimin praktik. Në disa raste të tjera, mund të duhen disa javë për të përfunduar procedurat dhe për të marrë dokumentin fizik. Disa vende ofrojnë një leje të përkohshme gjatë kësaj kohe, duke të lejuar të ngasësh derisa të marrësh patentën përfundimtare. Jo, në fakt nuk ka nevojë, testi teorik ka afat 1 vit. Nëse në këtë kohë nuk e kalon testin praktik, atëherë fillon nga fillimi. Kjo do të thotë që për aq kohë sa testi teorik është ende i vlefshëm, mund të caktosh një tjetër provim praktik nëse nuk e kalon. Megjithatë, nëse afati i vlefshmërisë skadon, mund të duhet ta japësh testin teorik nga e para.